5 të vrarë për 10 ditë. 5. Institucionet heshtin, as edhe një vendim, as edhe një mas, e shumë armë pa leje. Kosova është rënditur edhe gjatë kësaj jave nga lajmi për vrasje. Të martën e mbrëmje, polici Muhamet Lika është qelluar me armë zjarri në hyrje të banesës së tij në qendër të Kaçanikut. Rreshteri policisë nuk u mbjetoi plagëve dhe vdes në qendrën e mjekësisë familjare në Kaçanik. Një i dyshuar për rastin është nara e tij. Vetëm 10 ditë më parë, më 23 mars në Vushtri, u vra 19 vjeçari Ardit Zymeri. Bleon Dibrani, bashkëmushatari i viktimës, u arrestua si i dyshuari kryesor për vrasjen. Një ditë më vonë, më 24 mars në Stanoc të Vushtrisë, ndodhi vrasje e dyfisht. Sipas policisë, dyshohet se Arsim Morina fillimisht vrau ish-punëtorën e tij e më pas edhe veten. 2 ditë më vonë, më 26 mars, edhe Prishtina u trondit nga një vrasje dhe plagosje. I vrarë mbeti 62 vjeçari Nasser Gashi, ndërsa i plagosur Miftar Miftari. Ende nuk dihen shkaqet e këtij sulmi. Familjarët e Gashit kanë thënë se ai ishte qelluar aksidentalisht dhe se nuk ishte cak i sulmit në një kafenet të Katrëllullat në Prishtinë. Ndërkaq, krerët e shtetit janë mjaftuar me postime në rrjetet sociale, duke bërë thirrje për ndalje të vrasjeve e duke shprehur ngushëllime për familjet e viktimave. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, në vitin 2024 janë vrarë 17 persona, ndërkaq një vit më herët ishin vrarë 29 persona. Këto vrasje kanë kthyer edhe një herë vëmendjen te numri i armëve ilegale në Kosovë dhe është bërë thirrje që institucionet të kenë vëmendje maksimale për këtë çështje. Në Kosovë llogaritet se janë mbi 230.000 armë pa leje në duart e qytetarëve.